Pra miq, sot do të shikojmë betejën e madhe, sulmin e madh që bëri Fatih Sultan Mehmeti me 150.000 ushtar në Shqipëri kundra Skënderbeut me një dorë ushtar. Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi dhe përsëri jemi me leximin e vëllimit të historisë së perandërisë së madhe osmane, ku jemi në vëllimin e dytë dhe do të vazhdojmë sot me leximin e sulmit, pra të betejës së Fatih Sultan Mehmetit, fushata e parë e Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri. Pra në pjesën që kaloi pam se si Ballamban Pasha dhe vëllai i tij sulmuan nga të dy anët Skënderbeun dhe i humbën ato beteja, por nxu në rob vetëm disa komandantë të Skënderbeut, por gjithashtu ato e dëmtuan Skënderbeun me këtë beteja, sepse siç e pam edhe në shkrimin e pjesës së shkuar, ato kishin ardhur me ushtri mjaft të përgatitura, por me që humbën, këtë herë vendosi vetë Fatih Sultan Mehmeti që të bëjë një fushat në Shqipëri. Siç e kam theksuar në të gjitha pjesët që kam lexuar deri tani, vëllimi i historisë së madhe osmane është e përgatitur nga historiani i shquar turk, Ismail Hakkı Uzun Çarşılı, që është një studiues i gjerë i kohës së perandërisë osmane, ku ai me studimet e tij ka hedhur dritën mbi këtë çështje dhe mbi këtë kohë, dhe studimet e tij gjithashtu janë bërë edhe udhërrëfyese për nxënësin e tij, historianin e madh turk Halil İnancık, dhe për historianin Ilber Ortaylı, të cilët janë dy nga historianët që kanë shkruar gjerë e gjatë për historinë e perandërisë osmane. Tani vazhdojmë leximin me fushatën e Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri. Nuk lexoj të gjithë vëllimin dhe për çështjet dhe për sulmet dhe për zgjerimin e saj, por shikoj vetëm ato përmbledhje që janë bërë mbi gjendjen e Shqipërisë, mbi luftat me Shqipërisë, mbi betejën që janë bërë në Shqipëri dhe ato pika kryesore që janë përmbledhur pikërisht këto. Sipas kalendarit Hijri me datim të vitit 869 dhe kalendarit Milad me datim të vitit 1465, në pranverën e këtij viti, padishahu Osman Fatih Sultan Mehmeti me një fuqi prej 150.000 forcave hyri në Shqipëri. Së pari, padishahu pushtoi grykat e thepisura, ku shqiptarët, duke u mbrojtur me pak forca, u bën në ballë forcave shumë të mëdha të perandërisë osmane. Pastaj, duke ndjekur shqiptarët që u ngjitën në male, erdhi përpara kalasë së Krujës, që ishte qendra e Skënderbeut. Kur e kuptoi si ky vend do të qëndronte një rrethimi të gjatë pranë ujërave të shkumbinit, ringjalli rënojën e Valnës, një nga vendbanimet e vjetra venedikase, ku këtij vendi i vuri emrin Elbasan dhe ndërtoi kalana e fortifikuar të Elbasanit, duke vendosur brenda saj ushtarë roje, pajisje lufte dhe ushqime. Skënderbeu, siç e kishte zakon, ende nuk po dukej. Këtu shkruhet me tip ironie, si që kishte zakon nuk po dukej, por se që kemi parë dhe në vëllimet e përpashme, edhe në pjesët e tjera, autori theksonte ndryshe, theksonte që Skënderbeu për të mbrojtur vendin e tij nga fuqit e mëdha të perandërisë osmane, bashkë me forcat e tij tërhiqej në male, ku aty bënte përgatitjen e sulmeve për të shkatruar ushtrinë osmane, ndërsa popullin i cili nuk kishte i aftë të mbante armë dhe të luftonte, e dërgonte në një vend të mbrojtur. Vazhdojmë. Pra, Skënderbeu nuk dukej dhe ai doli në skenë pasi sultani u larguar. Duke e kuptuar se fati i Shqipërisë varej nga qyteti i Krujës, Skënderbeu kërkoi ndihmë nga Hungaria, Venediku dhe Raguza, dhe në dhjetor të vitit 1466 shkoi vetë në Romë për të kërkuar ndihmë nga Papa. Papa, për shkak të vështirësive financiare, i dha pak ndihmë dhe shumë lutje. Skënderbeu prej andej kaloi në Napoli. Prej aty mori ndihmë financiare dhe në prill të vitit 1467 u kthye në Shqipëri. Në këtë kohë ai pengoi forcat që po i vinin në ndihmë Ballamban Pashës, i cili po rrethonte Krujën, dhe në këtë luftë Ballamban Pasha u vra, ndërsa forcat turke u shpërndanë. Pas kësaj Skënderbeu rrethoi kalane e Elbasanit që ishte në duart të turqëve. Pra ka që përshkruan autori këtë beteje. Pra përshkruan se si Fatih Sultan Mehmeti me një ushtri të madhe kolosale prej 150.000 vetave vjen dhe
sulmon Shqipërinë dhe gjithashtu për të përballuar Skënderbeun, ai ndërton edhe Kalan e Elbasanit. Shënimi mbi Kalan e Elbasanit është kjo. Taxhyri Tevari jep ndërtimin e Kalas së Elbasanit në vitin 870 nisi mbas kalendarit të Hijrit, pra në vitin 1467 sipas kalendarit ton të miladit, ndërsa Hamer e jep në vitin 869 të Hijrit, pra në vitin 1465 të miladit. Pra siç shikojmë shënimet historike ku shkruhen nga të tjerë dhe nuk kemi burimet tona arkivore, ato janë të ndryshme sepse njëri shkruan në vitin 1467, tjetër shkruan në vitin 1465, ku këtu ka ndryshim 2 vitesh. Sipas të dhënave historike, Kalaja e Elbasanit është ndërtuar gjatë fushatës së parë të Fatihut në Shqipëri, pra në vitin 1465 shënohet këtu. Pra kjo ishte betejë e parë e Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri. Dhe si që shikoj, gjithse kjo betejë ishte një betejë që zgjati aq shumë sa që të ndërtohet edhe një kala, nuk arriti të triumfonte ndaj Skënderbeut. Dhe patjetër që leximin dhe përkthimin do ta vazhdojmë me shkrimin në vijim, ku do të shikojmë fushatin e dytë të Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri. Dhe vazhdojmë leximin siç e ka përshkruar autori. Pra, titulli në turqisht është Padishahun ikinci Arnavut Seferi, në shqip është Betejë e dytë e Padishahut në Shqipëri. Pas kësaj, sundimtari Osman në pranverën e vitit 1467 u nis për herë të dytë në fushatë kundër Shqipërisë dhe diku pranë Elbasanit ai hyri në Shqipëri duke lënë garnizone kudo. Padishahu marshoi drejt Durrësit dhe aty rrëzoi Kalanën e Çorlut, të cilën Skënderbeu e kishte ndërtuar për të strehuar në rast nevoje, më pas u kthye në Krujë. Ashtu siç e rrethoi këtë vend, Padishahu urdhëroi edhe një sulm kundra Durrësit. Megjithse fuqitë osmane në këtë sulm coptuan dhe shkatëruan gjithçka, Kalaja nuk u mor. Dhe kjo betejë është betejë e gushtit të vitit 1467. Pasi vendosur ushtarët në kështjelle të tjera të pushtuara, Padishahu u kthye drejt Stambollit. Tashti gjendja e Skënderbeut po ngushtohej. Këtu në fund të faqes kemi një shënim. Dhe shënimi thot: Taxhyri Tevari, vëllimi i parë, faqja 510 shkruan se në këtë fushat të dytë të Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri, Skënderbeu kishte ikur në vendet frënge evropiane perëndimore, por siç e dim Skënderbeu ishte i vetëm në këtë luftë. Nga brenda kishte tradhtarët të afërmit e tij, gjaku i tij dhe komandantët e tij që e tradhtonin. Kishte edhe disa prijes edhe disa principata shqiptare që në ndikimin e fuqive të huaja, ato i kundërvjeshin Skënderbeut, nga ana tjetër ishin fuqi që sulmonin nga anë të ndryshme fuqitë e perandorisë osmanlije, të cilët ato e sulmonin Skënderbeut me fuqi shumë të mëdha kundrejt ushtrisë së vogël të Skënderbeut. Dhe patjetër që në këto raste Skënderbeu duhet të bashkëpunonte me dikë. Pra ka që përshkruan autori sulmin e dytë të Fatih Sultan Mehmetit në Shqipëri. Pra edhe në sulmin e parë, edhe në sulmin e dytë, Fatih Sultan Mehmeti nuk arriti ta mposhti Skënderbeun, megjithse fuqitë e tij ishin shumë të mëdha në krahasim me fuqitë e Skënderbeut. Pra, si që shikojmë, pjesët janë të shkurtra, janë të përmbledhura, nuk kemi shumë hollësi se çfarë u humb, si u humb, sa betejë u bënë, sa ushtar u vranë, por kemi një përmbledhje të shkurtër të betejave që besoj se këto na mjaftojnë. Por jam e sigurt që në arkivat të tjera, në dokumentet e tjera, në librat e tjera historik ose në vëllimet e tjera historike, këtë botës patjetër që kemi edhe shkrime më të gjera, pra më të imta. Por duhet të nxjerrim të gjitha shkrimet që janë në vëllimet historike që flasin për këto epoka. Dhe siç kam theksuar, programet e mia mbi historinë shqiptare, mbi çështjen e shqiptarëve të Turqisë, janë çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 10 në cikël në YouTube. Ju ftoj të ndiqni dhe të përkrahani duke shpërndar videot. Faleminderit për të gjithë ato që më kuptojnë dhe mirë kuptojnë. Pra kaq për sot dhe mirupafshim në pjesën tjetër, ku në pjesën tjetër do të shikojmë vdekjen e Skënderbeut dhe gjendjen e Shqipërisë pas vdekjes së Skënderbeut. Faleminderit dhe mirupafshim në programin tjetër.